Erion Mehmeti, inxhinieri i kompanisë që ka bërë ndërtimin e lotit të dytë të rrugës Qukës Qaftë-Ploç, pas protestës së banorëve të fshatit Kalivaç, ka reaguar duke thënë se në kushte teknike të rrugës është e pamundur që të lejohet një hyrje dalje për banorët që e kërkojnë. Sipas tij, kjo hyrje dalje është vdekjeprurse pasi ka dy kthesa, të cilat nuk u lejojnë automjeteve fushpamjen dhe janë burim aksidentesh. Pavarësisht kërkesave të banorëve, Mehmeti thotë se nuk është firma ajo që vendos lejimin e një hyrje dalje të tillë, pasi kjo e fundit ka zbatuar projektin që është dhënë dhe çdo ndryshim tjetër do duhet të bëhet nga ARSH. Protesta e banorëve kanë ardhur sepse në këtë pjesë, në këtë hyrje duan të futen, po ky akses ka qenë i vjetër. Kur ka qenë rruga e vjetër pa u ndërtuar rruga e re. Tani që është ndërtuar rruga e re, ky akses është vendosur 400 metra më poshtë. Edhe këtu është në ana teknike, flasim për këtë rrugë interurbane që është e palejueshme, se paraqet rrezikshmëri shumë të lartë për jetën e banorëve. Këtu kanë ndodhur aksidente dhe banorët janë në dieni që kjo më përpara do mbyllej. Para disa ditësh kur erdhëm të vendosnim që ta mbyllim këtë pjesë, banorët erdhën dhe i hoqën me forcë. Janë dy kthesa të njëpasnjëshme dhe siç thash nga ana teknike është e palejueshme. Flas nga ana teknike si inxhinier. Auditi rrugor, supervizioni dhe projektimi që është bërë i kësaj rruge janë si të gjithë fshatrave që janë bërë hyrje dalit, janë bërë në bazë të anë teknike dhe që mos pasur rrezikshmëri për banorët për të hyrë dhe të dalë në këtë rrugë interurbane. Para një viti ka ndodhur një aksident dhe është përplasur një fugon udhëtarësh që dilte nga kjo. Po shqyr pa rrezik, domethënë pa marrë jetë njerëzish, thjesht dëm me materialet. Këto pastaj vendos autoritetet rrugor me ndihmën e policisë do mbyllet. Banorët e 3 fshatrave kanë kërcënuar se në rast të mosplotësimit të kërkesave të tyre do të bllokojnë përsëri rrugën Qukës Qaftë-Ploç.